Nderuar drejtues së seancës, nderuar deputat. Marrëveshja për rehabilitimin e hidrocentralit Fjerëzës ka si qëllim rehabilitimin e këtij të fundit, duke zgjeruar periudhën e shfrytëzimit të hecit të Fjerëzës për të paktën 30 vite, duke rritur eficiencën e tij dhe kontribuar kështu në zhvillimin ekonomik të vendit, nëpërmjet sigurimit të furnizimit për energji për një kohë të gjatë dhe pa ndikim në mjedis. E di që shumë nga ju në këtë sallë, por edhe jashtë saj mund të habiten e të pyesin pse pikërisht zgjodha sot të flas për këtë pikë të rendit ditës. Para disa ditësh në një takim me të rinjt në qytetin e Lushnjës, dhe në fakt këto takime janë pjesë e punës time të përditshme, njëri nga të rinjt, Alvi, ngriti disa pyetje, edhe një pjesë e madhe e tyre lidheshin me iniciativat e qeverisë për energjinë, si një faktor i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit. Të rinjt në Shqipëri paragjykohen jo rrallëherë dhe i konsiderojmë si të painteresuar për të ardhmen në vendit tyre. Por në fakt, nga takimet dhe bashkëbisedimet me ta, përkundrazi, kam evidentuar që ata ndjekin zhvillimet ekonomike, politikat brenda dhe jashtë vendit, edhe madje tregojnë interes edhe për tema siç është tregu i energjisë, ndikimi i luftës në Ukrainë, apo dhe kriza që vendi jon po përballet për sa i përket energjisë. Ata lexojnë, marrin informacion, artikulojnë pyetje dhe padyshim bëjnë edhe komente dhe gjykime për sa i përket politikave të zbatuara nga qeveria jonë. Ky djalë, Alvi, në një nga pyetjet e tij, ju referua pikërisht tregut të energjisë, duke treguar ato që kishte lexuar dhe studiuar në këtë fushë. Dhe sipas tij, qeveria kishte për detyrë të bënte më shumë për të siguruar qëndrueshmëri ekonomike. Prandaj vendosa të flas sot krah koleges ministres energjisë, po edhe kolegëve të tjerë, që trajtuan me detaje gjithë parametrat teknik, por edhe të nevojshëm për të kuptuar rëndësinë e kësaj marrëveshje në jetën e përditshme. Qëllimet e kësaj marrëveshje janë në një linjë shumë të drejtë me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara. Më konkretisht, do doja të referohesha objektivit numër 7, që lidhet me sigurimin e energjisë elektrike të përballueshme, të sigurt dhe të qëndrueshme për të gjithë. Në një kohë kur shumë vende të botës po përballen me një rritje të çmimit të energjisë dhe jo në pak raste me kufizime në furnizim, ne në Shqipëri kemi një çmim faturës mujore të energjisë që është mbajtur fiks për 768.000 familje dhe për 95.000 biznese të vogla. Gjithashtu është siguruar furnizimi dhe lidhja me energji të përballueshme, të sigurt dhe të qëndrueshme. Qeveria shqiptare ka vendosur kësaj që të paguajë diferencën e rritjes së çmimit të energjisë në tregjet ndërkombëtare nga buxheti i shtetit. Në një kohë kur çmimet e importit janë pesëfishuar, kjo rritje në çmim nuk është transferuar te familjet dhe as tek bizneset e vogla. Jemi ndër të paktat vende në botë ku kriza globale e energjisë nuk është kaluar te familjet, te bizneset, por është përballuar nga qeveria. Shqipëria dihet që me investimet e deritanishme është një vend i varur nga prodhimi i hidrocentraleve, pjesa dërmuese të cilave janë ndërtuar para viteve 80. Ndaj, duhet që të investojmë e të mirëmbajmë ato. Megjithatë, investimi në fushën e energjisë nuk mbetet vetëm tek hidrocentralet, të cilët kanë qenë kyç për furnizimin e vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm të energjisë. Por qeveria shqiptare po përpiqet që të diversifikojë prodhimin e energjisë elektrike, si rruga që mundson uljen e ndikimit të kushteve klimaterike dhe të luhatjeve të paparashikueshme të çmimit të energjisë në import. Objektivi i zhvillimit të qëndrueshëm numër 7 ka dhe një pikë synim të rëndësishëm: prodhimin e energjisë pastër dhe pa impakt në mjedis apo klimë. Qeveria, në linjë me këtë objektiv, po investon gjithashtu edhe për ndërtimin e hidrocentralit Skavicës. Ky hidrocentral nuk është thjesht një hidrocentral tjetër në kaskadën e Drinit, por është një investim strategjik që shërben për optimizimin dhe balancimin e kaskadës, duke siguruar mbi të gjitha mundësi shtesë për depozitimin e energjisë. Ndërtimi një hallke të tillë, që në fakt ka munguar nga infrastruktura energjetike në Shqipëri, ka potencialin që ta kthejë vendin tonë në një vend eksportues energjie. Por, investimet nuk ndalen vetëm te hidrocentrali Skavicës. Puna vijon edhe për tecin e Vlorës. Një investim që për shkak të mosvënies në punë asnjë ditë u kthye në një karakatin e në një barrë buxhetore për pagimin e kësteve të një kredie të marrë për ndërtimin e tij. Fal angazhimit të qeverisë, ai do kthehet në një impjant modern prodhimit të energjisë nga gazi i lëngshëm. Investimi për përshtatjen e tij do të shoqërohet edhe me zbatimin e një projekti rajonal, duke qëndruar Shqipërinë në një qendër të shpërndarjes së gazit të lëngshëm drejt rajonit, por edhe Evropës. Në kuadër të zhvillimit qëndrueshëm, po vazhdon edhe diversifikimi nëpërmjet parkut fotovoltaik të Karavastas dhe të Spitallës, që do të arrijnë të ofrojnë energji të rinovueshme, të pastër, me çmim konkurrues për vendin, por edhe konkurrues për tregun evropian, fal eksperiencës së një kompanie franceze, Voltalia, një nga gjigantët e këtij sektori. Implementimi i strategjisë së sektorit energjisë që synon diversifikimin nëpërmjet këtyre projekteve që garantojnë një herazi zhvillim të qëndrueshëm dhe të sigurt, do arrijnë të garantojnë sovranitetin energjetik të vendit tonë.
Kryeministri Rama dhe qeveria janë të angazhuar në realizimin e gjithë objektivave të strategjisë së sektorit energjisë, si e vetmja mundësi për ta bërë Shqipërinë në një vend çdo ditë më të jetueshëm, për të rinjt dhe jo vetëm, dhe padyshim ndryshe nga ajo e 10 viteve më parë. Një Shqipëri ku furnizimi me energji të vazhdueshme merret si i mirëqenë. Një Shqipëri ku kostoja e energjisë është e përballueshme për familjarët e për bizneset e vogla, sepse është mbështetur dhe vazhdon të mbështetet nga qeveria. Një Shqipëri ku nëpërmjet diversifikimit në energji të rinovueshme, vendi ynë do kthehet në një vend eksportues energjie. Një Shqipëri ku për furnizimin dhe eksportimin e energjisë nuk bëhen kompromise me mjedisin, por përkujdesja me mjedisin ecën krah për krah në çdo investim në infrastrukturën energjetike. Shkurt, një Shqipëri më të mirë. Po, nderuar deputat, gjej rastin që nga ky podium të ndaj me ju dhe me bashkëqytetarët që na ndjekin edhe një shqetësim që lidhet me një situatë pakëndshme të ndodhur gjatë punës së një nga komisioneve 2 ditë më parë. Nuk doja të sjellja në vëmendje një sjellje jashtë çdo standardi etike apo për kujdesit profesional të qëndrurit të figurë publike. Por në fakt, e ndjej të nevojshme të flas për të, sepse kam frikë se duke mos e trajtuar e duke mos e dënuar, jemi duke u dhënë fëmijëve dhe të rinjve një shembull të keq, që absolutisht nuk duhet ndiqet, e mbi të gjitha të mos na konvertohet në një model sjelljeje. Sjellja dhe edukata janë parime bazë që fillojnë të mësohen fëmijëve që në vitet e para të ardhjes jetë. Ndaj, është e paimagjinueshme që këto parime dhe norma bazike të shikosh të shkelen nga përfaqësues të qytetarëve në institucionin më të lartë të vendit. Unë, besoj dhe shumë të tjerë si unë, janë shtangur nga ajo sjellje aq harbute dhe agresive, aq edhe kundër çdo kodi etike dhe morale. Por mbi të gjitha, jam e shtangur që ajo sjellje nuk vjen nga një politikan që kam kur kam lindur që e shoh, nga foltore jam foltore. Sa ai, për të qenë sinqert, nga ai e pres. Por kur kjo sjellje vjen nga një vajzë përfaqësuese e brezit të ri, më trishton edhe më shumë se sjellja e javës kaluar në parlament. Pash 2 ditë më parë, një deputete, përfaqësuese e brezit të ri, që ndjek shembullin e dikujt që shtyn e dhunon kolegët në parlament. Shtyrja e një kolegu në foltore në parlamentit dhe heqja e mikrofonit gjatë fjalës së një kolege në komision nuk janë shumë larg njëra tjetrës. Të dyja në parim kanë një të përbashkët: arrogancën, mungesën e respektit ndaj kolegut, mungesën ndaj respektit për fjalën e lirë, për etikën, e mbi të gjitha abuzimin e tejskajshëm me besimin e dhënë nga votuesit për t'i përfaqësuar ata. Pash dëshirën për treguar një shembull dhune në forumin më të lartë bisedimit, duke provuar se nuk janë në gjendje të bashkëbisedojnë, debatojnë dhe argumentojnë me mendim ndryshe. Unë ju bashkova politikës mbas një eksperiencë gati 8 vjeçare në bizneset huaja dhe institucione financiare ndërkombëtare. Ju bashkova me dëshirën për të dhënë më të mirën, e pse jo edhe me idealizmin se për këtë vend duhet kontribuojmë dhe ne. Të rinj e të reja, të arsimuar që duam një Shqipëri më të mirë se çishte. Kur u bëra pjesë nuk e kisha menduar kurrësi se do gjendesha këtu duke diskutuar për sjelljen e një kolege të re në moshë, që duhet ketë detyrë thelbësore të japi shembullin e mirë për gjithë ata të rinj që duan që nëpërmjet politikbërjes të kontribuojnë në vendin e tyre, qofshin ata të majt apo të djathtë. Do doja shumë që kur vjen çështja te sjellja, etika apo dhe bashkëbisedimi politik, i mbështetur mbi argumente të arsyeshme, që Platoni bënte referencë që në shekullin e 4 para Krishtit, të mund zbatoheshin në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë në shekullin e 21, thjesht si norma bazike të bashkëjetesës qytetare, pa pasur nevojë as për ndëshkime edhe as për vretje. Prandaj, dashur deputet, ju bëj thirrje që përtej përkatësive politike, të bashkohemi për të marrë masa, për një sjellje që e shohin niprit, mbesat dhe fëmijët tuaj. Duhet bashkarisht që t'japim shembullin se një model dhune nuk mund dhe nuk duhet të pranohet askund, e aq më tepër këtu në kuvendin e Shqipërisë. Ja kemi borxh këtij brezit të ri që të bëjmë më mirë e të bëjmë më shumë. Ju faleminderit.